Ndërsa numërimi mbrapsht për zgjedhjet parlamentare ka nisur, shqiptarët nuk kanë parë një debat drejt për drejt mes rivalëve politik. Në çdo dalje publike, Sali Berisha ka kërkuar që Edi Rama të dalë përballë tij dhe të jap llogari publikut për çështje të rëndësishme të qeverisjes. Po pse refuzon? Sepse del Hajdut para jush. Nuk thot dot një fjalë ku janë 130 milion euro. Nuk justifikon dot kur sarajat e tij në Surel. Nuk justifikon dot kur 225.000 metër katror tokë në Gjipe. Pas një dokument kadastral, pas një dokument konfiskimi, me falsitet. Pra të gjitha këto. Në vend të një përballje, kryeministri Rama ka zgjedhur të vijojë fushatën në terren dhe aktivitete politike duke shmangur çdo ftesë për debat nga kundërshtarët. Në takimet e zhvilluara në Peqen dhe më pas në Gramsh, Berisha e konsideron këtë shmangje si mungesë transparence dhe shmangje nga përgjegjësia. Tallet me ju, tallet me shqiptarët. Merr daullën, i bie daullës, gjën dhe Nojzin, me Lamborghini Nojzit, po Lamborghini Nojzit nuk është pensione. Lamborghini Nojzit nuk është rroga, a i takzoj, po ç'pun ka pensionisti me të, apo si ta mashtroj, po ç'pun ka i smuri që vdes për ilaçe. Historia ka qenë e hidhur, edhe Kamala mori të gjithë Hollywoodin me vete, po përfundoi atje ku e meritonte. 11 maj, për Sali Berishën ndan epokat, ndaj dhe shqiptarët i ftoi të votojnë për mirëqenien e tyre. Ju siguroj se në Shqipëri nuk do ketë pensionist me pension dën 200 euro. Pas 11 maj 100 ditë të para, nuk do ketë rrogtar me rrogë më të ulët se sa 500 euro në Shqipëri. Të gjithë pensionistët dhe rrogultët do marrin kartën e konsumatorit. Sipas opozitës, zgjedhjet e 11 maj do të jenë vëzhgimin e rrep ndërkombëtar si pasojë e rezultatës së miratuar nga Parlamenti Evropian për monitorimin e procesit zgjedhor në Shqipëri.